Ka një lidhje direkte, është jashtë studios dhe takome përsëri me të. Mirëmëngjes edhe një herë për ty, Besjoan, linja për ty. Mirëmëngjes një herë për ty, Agnesa, po ashtu edhe për gjithë shikuesit që po vazhdojmë me qëndru me koalizionin. Ne aktualisht kemi marrë në zyrët e koalicionit të organizatave për mbrojtjen e fëmijëve në Këmbë dhe e dini tashmë që çdo ditë po përpiqet që të konstituohet kuvendi i Kosovës, po që nuk po arrihet. Por patjetër ky konstituim nuk po ndikon në fakt në secilën fushë. Madje edhe pikërisht tek mirëqenia e fëmijëve, sepse Konfi ka mbajtur para disa ditëve një aktivitet i cili pikërisht ka shprehur pa kënaqësi të cilat i ka ndaj kësaj mos përgjegjësie themi ndaj kuvendi të cilën e ka pikërisht ndaj fëmijëve dhe qytetarëve të Kosovës. Unë këtu pranë vetes kam Kleves Vaçaren nga Këmbë, me të cilën do të diskutojmë se cilat janë ato brengat të cilat i kanë dhe pikërisht çka po pengon ky mos konstituimi në mirëqenien e fëmijëve. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që na pranuat këtu. Mirëmëngjes për gjithë. Atëherë keni mbajtur para disa ditëve të premtën e kaluar një aktivitet pikërisht pranë kuvendit të Republikës së Kosovës, duke shprehur pakënaqësitë e juaja që keni në mos konstituimin e kuvendit. Por pse? Pse ky aktivitet? Po, është e vërtet, premten javës kaluar, 35 organizatat antare pjesë e koalicionit të shoqëve për mbrojtjen e fëmijëve kanë mbajtur një aktivitet, le të themi ashtu, që bën një thirrje edhe që ka përcjell një mesazh për të nxitur reflektim, për të nxitur marrjen e përgjegjësive nga ana e institucioneve, politikbërjes, proceseve të vendimarrjes, në kuptim të avancimit dhe të çuarjes në fund të atyre reformave cilat tashmë si pasojë e këtyre vonesave kanë mbetur deri diku të themi pezull apo kanë stagnuar. Dhe në këtë drejtim çdo vonesë, çdo stagnim, çdo mbetje në gjysë e këtyre proceseve ndikon në mirëqenie, ndikon në mbrojtje, ndikon në shëndet, në jetën e fëmijëve në fundit, por edhe të familjeve tyre, cilët siç e thatë edhe ju janë në thelb janë qytetarët e këtij vendi. Ne kemi pas aktivitetin me një mesazh simbolik, cilin e kemi përcjell drejt kuvendit, karriget tuaja nuk vlen më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve. Dhe këtë e kemi deklaruar përmes 4 shtyllave pak a shumë kryesore, të cilat I konsiderojmë që janë, si thuaç, të mbetura apo të zvarritura si procese që ndikojnë drejt për drejt në jetën dhe mirëqenien e fëmijëve. Mos konstituimi I kuvendit dhe këto vonesa kanë çuar në stagnim të proceseve të reformave që lidhen me shërbime sociale dhe mirëqenien sociale. Janë shumë projekt ligje që sigurisht do duhej që kuvendi t'i trajtonte, t'i çonte përpara, t'i aprovonte, të cilat më pas presin që pritet që të prodhojnë ndryshim pozitiv në jetën e fëmijëve. Po ashtu edhe në sferën e shëndetësisë, kryesore kemi projekt ligjen për shëndetësi, që ka mbetur po ashtu pezull, edhe normal pa pas një kuvend të konstituar që thjesht e fillon punën edhe I trajton ato projekt ligje që I kanë në planin legjislativ, ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e fëmijëve. Në anën tjetër kemi po ashtu mungesë aktualisht proceseve që do të çonin në rritje të buxhetit për të përfunduar reformat, për të ofruar shërbimet e nevojshme për fëmijët, sidomos kur nisemi dhe nga grupet e cënuara, grupet që kanë më shumë nevojë të këtyre fëmijëve. Do të veçoja këtu ligjin për financat e pushtetit lokal, I cili prej kohësh tashmë është I mbetur pezull, dhe I cili parashe dhe pritet që do të rregulloj gjithë fushën e ofrimit të shërbimeve për këta fëmijë që kanë nevojë të domosdoshme etike për marrjen e shërbimeve sociale për zhvillimin dhe mbështetjen e tyre, po ashtu edhe fuqizimin e tyre. Në të njëjtën kohë kjo shkon paralelisht edhe me një situatë të vështirë në të cilën ofruesit e shërbimeve mbeten prej pothuajse gati 2 vitesh, gjëtë cilën edhe paraprakisht si koalicion e kemi ngritur si çështje për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme dhe sigurimit të qëndrueshmërisë së këtyre shërbimeve që janë jetike, po e përsëris dhe njerëz sidomos për grupet e cënuara të fëmijëve. Për shembull, fëmijët me aftësitë kufizuara, çdo ndërprerje e shërbimeve që ata marrin krijon regres
tek këta fëmijë dhe pastaj nëse rikthehen në marrjen e shërbimeve nevojitet edhe një kohë për të çuar fëmijët aty ku kanë qenë dhe më pas për të vazhduar punën në zhvillimin e tyre. Kështu që këto kanë qenë pak a shumë çështje të cilat ne kemi dashur t'i vëmë në vëmendje dhe kjo ka shërbyer, ky aktivitet ka shërbyer më shumë si një thirrje për të reflektuar për të gjithë palët që pritet të formojnë qeverinë, të jenë pjesë e proceseve shumë strategjike, shumë të rëndësishme të vendimarrjes dhe politikbërjes. Sigurisht ne kemi fokusin kryesisht në grup moshën 0-18 vjeç, edhe në atë aspekt domethënë kemi identifikuar këto procese të stagnuara që me konstituimin e kuvendit do të vazhdonin normalisht domethënë të gjitha hapat që pritet që kuvendi t'i bëj. Po ashtu, përveç funksionit legjislativ, ne e dim që kuvendi ka dhe një funksion monitorues, pra të monitorimit të zbatimit të legjislacionit, edhe kjo është proces shumë i rëndësishëm, sepse ne shikojmë që implementimi i legjislacionit edhe i kuadrit ligjor ka mangësi dhe ka nevojë për rekomandime të vazhdueshme, ka nevojë për të identifikuar metodat se si ky legjislacion do të ishte plotësisht i zbatueshëm në mënyrë që ai të adresojë nevojat, të reflektojë mbi ato nevoja dhe të prodhojë zgjidhje gjithmonë domethënë në kuptim të rritjes së mirëqenies këtyre fëmijëve. Por në fakt janë bërë disa ditë tashmë që vetë se ky aktivitet është mbajtur, a mendoni që sado pak ndoshta ka rezultuar në të mirën, ndoshta që të bëhet një hap më tutje apo jo, sepse ka pasur në fakt edhe seanca të cilat janë mbajtur, por prap kanë dështuar. Ose ndoshta keni pasur ndonjë feedback nga ana ndonjë deputeti që ju është bashkëngjitur nismës tuaj, si e keni parë? Në përgjithësi ne si koalicion përgjatë viteve domethënë funksionimit ton kemi hasur në bashkëpunim pozitiv me të gjithë akterët që kanë qenë përfshirë në proceset të vendimarrjes. Siç e thatë dhe ju, aktiviteti është mbajtur ditën e premte, më thënë është shumë shpejt që ne të kemi një feedback, megjithatë ne jemi të mobilizuar atë gjitha organizatat, kemi edhe një qershorin që pritet të jetë këtë fundjavë. Kështu që do të mbajmë dhe aktivitete, nuk po i shpalos tani paraprakisht, por do të jetë diçka domethënë ku edhe vetë nevojat, dëshirat, mendimet, pikpamjet e fëmijëve do të jenë më shumë të shpalosura nga vetë ata drejt të vendimarrësve. Kështu që do të vazhdojmë, domethënë jemi në këto rrjedha, sigurisht do të kërkojmë gjithmonë vazhdimisht siç kemi bërë edhe në gjitha aktivitetet tona që të rrisim llogaridhënien në kuptim të mirë të fjalës, absolutisht, që të nxisim secilin institucion të përmbushit gjitha përgjegjësitë dhe detyrat që i ka, mandatin që ka si institucion. Atëherë një qeshor ne kemi shumë afër, edhe patjetër jam e bindur që secili nga ana e liderëve do të ketë ndonjë postim ose edhe do të jetë pjesëmarrës në aktivitetet të cilat ju do të zhvilloni. Mirë, po mendoni që më shumë jepet fokus tek fëmijët pikërisht në këto ditë dhe ndoshta gjatë tërë vitit nuk është se punohet edhe mjaftueshëm për mirëqenien e tyre? Unë nuk mund edhe mos konstruimi është një dëshmi në fakt. Shumë e mirë që disa gjëra kanë mbetur peng, pikërisht nga mos arritja një marrëveshje të cilën e kanë mes vete. Është një ngërç politik. Neve në vazhdimsi si komp, të paktën nga aspekti 35 organizatave antare, punojmë 365 ditë vitit, në të gjitha ato fusha që unë i përmenda, punojmë dhe me institucionet shumë, edhe njëri nga fokuset e punës është pikërisht ajo që thash rritja e llogaridhënies, përmbushja e mandatit. Unë nuk mund të shpreh ndoshta për palët e tjera se sa është pjesa e vëmendjes për gjatë vitit, sa e marrin ose ndoshta ku stagnon vëmendja për gjatë vitit. Mirë, po dua të them që 2 vitet e fundit ka pasur disa hapa që janë bërë përpara në kuptim të edhe deri diku të rritjes së buxhetit, ku kemi pas një rritje prej 1 milion euro për shërbimet sociale, kështu që është një hap që e kemi vlerësuar dhe puna jon konsiston pikërisht në këtë pjesë që të vazhdojmë të nxisim vetdijen, të nxisim reflektimin, të nxisim marrjen e gjitha përgjegjësive që i takojnë institucioneve në kuptim të hartimit politikave, pra secili sipas mandatit vet. Por ne nga ana jon si koalicion
E kemi fokus të punës 365 ditë vitit. Në shumë raporte, në raportet monitorimit, në vlerësimet të progresit që realizojmë në baza vjetore si koalicion, e kemi cekur pjesën e vullnetit politik edhe ndarjes buxhetit si 2 pika në vazhdimsi ka qenë kjo faktikisht, si 2 pika të cilat reflektojnë situatën aktuale, që është një situatë jo shumë e favorshme për fëmijët. Ne kemi dalë dhe me statistika që në fakt tregojnë që ka nevojë për ndërhyrje imediate, ka nevojë për më shumë vëmendje, ka nevojë për dedikim jo vetëm në hartimin e politikave, por edhe buxhetor, sepse secili ligj, sado i mirë që të jetë, mund të hartohet, mund të jetë i marrë prej modeleve më të suksesshme, por nëse nuk e ka ndarjen adekuate të buxhetit, që e bën atë të zbatueshëm, atëherë ai do të çaloj diku, do me thënë do të mbetet diku i pazbatuar. Dhe gjithë të zbrasti në për legjislacion, ne na sjellim pastaj në mungesat shërbimeve, mungesë të themelimit, për shembull nëse mund përmend për fëmijët që janë viktima të abuzimit me substanca narkotike, nuk ekzistojnë shërbime. Paktën edhe në nivelin institucional, do me thënë që promovohen më shumë nga institucionet publike, kemi mungesë të madhe, rritja e numrit të përdoruesve, ulja e numrit e moshës së fillimit përdorimit substancave janë shumë shqetësuese. Ka rritje të numrit të fëmijëve dhe ka rënë mosha e fillimit përdorimit të këtyre substancave. Kështu që në këtë kuptim është shumë i rëndësishëm paralelisht me vullnetin politik, shumë e rëndësishëm edhe të ndahet buxheti i nevojshëm në mënyrë që aty ku shërbimet nuk ekzistojnë të themelohen, sepse i shërbejnë këtyre grupeve të cënuara, dhe aty ku shërbimet janë të përmirësohen ku është hapësira, sigurohet qëndrueshmëri edhe cilësi në ofrimin e tyre, sepse do të rikthehem në atë që ju e thatë në fillim, në fundit, janë të gjithë qytetarë të këtij vendi dhe puna me fëmijë sot, qoftë edhe në nivelin e parandalimit, siguron një shoqëri shumë të shëndetshme, shumë më produktive të nesërmen. Shortit. Kleris, më falenderoj shumë për kohën që e patë sot, që na mi pretet këto në zyrën e juaj, edhe po shpresoj shumë që më 1 qershor të mos ankohemi, por të kemi një qeveri tamam edhe të konstituohet edhe kuvendi i Republikës së Kosovës, sepse ka mbetur edhe disa seanca deri në ditë, edhe po shpresoj që mos ta kemi të paktën edhe këtë brej nga ditë të ankohemi. Falenderoj shumë për kohën që e patë. Faleminderit edhe ju, gjithë shikuesve, edhe shpresojmë edhe ne që gjitha këto ngërë që të marrin zgjidhje sa më shpejt, edhe proceset për fëmijët të jenë gjithmonë në avancim në mënyrë që të shikojmë më shumë mirëqenie në mes të fëmijëve tanë. Shumë faleminderit për kohën. Atëherë Agnesa, ne me kaq e përfunduam edhe këtë intervistë, po e kalojmë linjën tek në studio. Faleminderit shumë. Besion, faleminderit për informatat.